Një nga mrekullit natyrore, deti i vdekur, po përballet me një krizë të thellë mjedisore. Shkencëtarët paralajmërojnë se niveli i ujit po bie me ritme alarmante, ndërsa sipërfaqja e tij është kurrë ndjeshëm gjatë dekadave të fundit për shkak të aktivitetit njerëzor dhe ndryshimeve klimatike. Deti i vdekur po humbet mesatarisht rreth 1.2 metra ujë çdo vit. Sipas ekspertëve, gjatë 50 viteve të fundit, sipërfaqja e tij është zvogëluar me rreth 1/3. Një nga shkaqet kryesore të kësaj situate është reduktimi drastik i prurjeve nga lumi Jordan, burimi kryesor që furnizon detin e vdekur. Ndërtimi i digave dhe devijimi i ujit për nevoja bujqësore, industriale dhe urbane ka ulur ndjeshëm sasinë e ujit që arrin në det. Në të njëjtën kohë, industria minerare në Izrael dhe Jordani vazhdon të pompojë sasi të mëdha uji për nxjerrjen e mineraleve të vlefshme si potasi dhe magnezi. Sipas studiuesve, edhe pa këto ndërhyrje, ndryshimet klimatike do të vazhdonin të ushtronin presionin mbi ekosistemin për shkak të thatësirave më të shpeshta dhe rreshjeve gjithnjëje më të pakta. Pasojat tashmë janë të dukshme. Në zonat përreth detit të vdekur janë krijuar mbi 6.000 gropa gjigante në tokë, të cilat po shfaqen edhe pranë rrugëve dhe infrastrukturës. Këto formohen si pasojë e tretjes së shtresave nëntoksore të kripës nga uji. Ekspertët propozojnë rikthimin e një pjese të prurjeve të lumit Jordan dhe përdorimin e ujrave të trajtuara për të ndihmuar ekosistemin. Megjithatë, zbatimi i këtyre planeve mbetet i vështirë për shkak të tensioneve politike në rajon dhe nevojës së komuniteteve lokale për burime ujore. Shumë studiues e përshkruajnë situatën si një katastrofë ekologjike në zhvillim, duke paralajmëruar se pa masa urgjente, deti i vdekur mund të vazhdojë të kurret me pasoja të rënda për mjedisin dhe ekonominë e rajonit.